Kaq. Gati regjia, gati ndryqimi, shpejt spektator s'pret koha vëndezini. Ja dhe pak dhe fiksin do fillojmë. Kush ka dëshirë në studio eftojmë? Ka kapër dhe mua një mus poetike e që. Me qupa nuk është gjuna në këtë mosh. Po ta shi, 65 të kap një dalë të këshu, kuptona për jo. Sigaren e njës të mosën 70 vjeq. Të frente dhe në darga, si sonte. Ne ja plasim të pirit dhe vlezit. Jo, në gjë letra që vinë, ankesa dhe njerëse. E pasaj pim, po. Cilat ndiqen nga gazetarët tanë, kudo ku janë. Kuptohet, ku kanë numre kontakti dhe adresa, ata që ankohen. Si që është rasti i një emigranti në Itali, thot që numrat e vendosur nga ambasada jonë nuk përgjigjen. Dhe ai nuk arrin të marrë një përgjigje për problemin e tij. Po pse do përgjigjen? Çfarë numra është do në ambasadë? Po çfarë është ajo posa? Ambasadë që dërpa. Po çfarë është ambasada? Si s'e kuptoj. Ambasada është një godinë ku punësojnë sa njerëz që janë miq dhe shok të dikujt. Edhe marrin lekë gjëra. Mund të jenë dhondra këngëtar, mua të tjera. Një telefonues tjetër thotë falë, është një ankesë që na vjen nga një grup prindësh për shkollën nëntëveçare Servete Maçi, gjë që jeni vënd jeni dhe nga media dhe nga televizioni këto ditë. Thotë i nderuar stafi fiks. Sa mirë. Ne që po shkruajmë me një grup prindërish që kemi fëmijë në shkollën nëntëveçare Servete Maçi, ose i shkolla Kongresi për Media, shkollë muzike, e cila ndodhet te kryqëzimi i Selvis. Sot na është komunikuar nga drejtoresha e shkollës se kjo shkollë do të shkrihet. Ma thojza, me arsyetimin se do të vinë vitet e para të gjimnazit Sami Frashëri. Dhe klasat e kësaj shkolle do shpërndahen në disa shkollë nëntëveçare të tjera. Nga 2 nga 3 në për çdo shkollë. Kjo është bërë në fshetësi, thon prindrit. Sepse nga interesimet tona private, thuhet se atje do ndërtohet një pallat. Pallat? Ne pallat atje, shkollë. Shkolla 100 vjeçë, zoti ma. Por kjo gjë është një turp, thon prindrit. Të shkatarosh një nga shkollë më të vjetra, elitë të kryeqytetit, një shkollë që pret të festojnë 100 vjetorin e themelimit të saj, një shkollë që kanë vjerë shumë nga yjet e artit shqiptar për interesat e ngushta të kush e di se kujt. Në këtë kohë që duhet të restauruar e mbajtur me fanatizëm. Ju lutem sensibilizoni dhe për ne bëni të mundur një shërbim që ja vlen ndaj arsimit dhe ndaj këtyre talenteve të vegjël. Ju falenderojmë sinqerisht. Me respekt, se mi... Falemderit sa i një. Falemderit sa i një urdo. Tani ka ditë, 3 pika aty. Po, 3 gjëra që pak një problemet. E para punës, nuk na dilin ata që ishin allergjin tani, po kanë fillu të shkryet dhe prindrit. Se sa dilin që shkryet. Ja po dhe prindrit bashkë. Dhe kërkojnë të ruaj një shkollë 100 vjeçare. Se kjo është të luash më. Një gjë të kalbur që ka 100 vjet. Që kanë gjirë talente pa fund, kupton apo jo? E treta. Tani, shiko më falë, nga kjo shkollë, që ta kuptoj njerëzit, kanë lënë direkt në lice. E kuptoni apo jo? Ta duan ta shpërndajnë të bëjnë kimia, ai ki biflau. Shërësi ka kjo. Tjetër. Çfarë të keqe ka? Le para është e kalbur dhe duhet prishur. E dyta punës. Do bëhet pallat, 3 katet e para, 2 katet e para, do t'ju alejmë për shkollë muzike, Allah. Po. Do mi sol mi do. Ja do rrim. Skema i pari. Ta kemi regjistruar. Të lutem. Ta kemi regjistruar zërin. Të lutem regjia se e ka pasur zërin kur ka qenë i ri. A shikon çfarë zëri ke pasur i ri? Kalojmë ke një problem tjetër. I nderuar zoti, nëse, të nderuar Sajmir. I nderuar Sajmir, thoj. Sajmir, more. I nderuar Sajmir e të tjerë. Duke lëmë një fjalë të mira dhe komplimente që ti i meriton, po kupton apo jo? Po ju tregoj problemin tim dhe jo vetëm. U bën një ditë që nuk furnizojmë energji elektrike për shkak të djegjes së transformatorit të lagjës, ku punojnë në fshatin Rriv të rrethit Lezhë. Personalisht kam shkuar dhe kam informuar duke kërkuar një zgjidhje. Persona kompetent të ÇEZ në Lezhë, duke marrë si përgjigje se okay, Flago, e dim si problem madje kemi edhe në dhe Tiranën. Ju lutem bëni diçka. Çfarë bëj? Çfarë bëj? Ti e di që aty fshatat janë buz fjerzës nuk kanë drita? Nuk kërkojnë Lezhë. Transformatori. Si mund të transformatori? Po e di sa lek buaj tash është për skrap më. Nëse. Miranda Goga që jeton për 20 vitesh në Greqi thotë se për gjërat e saj që do t'i bie në Shqipëri, personale, shtëpi e kujt, në dogan i kërkojnë para. Pa diskutim. Jo pa diskutim tash. Normale. Frigoriferi lavadiçi ka të veta për Po. Është patim vizitimin. Po me ndërte. Po. Çfarë
Çfarë thua, mor? Po, normale. Prandaj shoku këtej shqiptar që ikin e vin pa. Po. Të sjellësh ti gjëra. Një banore nga Torovica thotë se rrugët në këtë vend janë të pakalueshme. Torovica e pakalueshme. Torovica e pakalueshme. Po partizanët si kalonin? Po prandaj po them. Në Buqis, kur janë bërë prodhimet e maturës shtetërore, se bëjnë prodhime në Buqis, kanë vjedhur celularët. Pasi para se të hynin në prodhim, ato i kanë lënë tek roja. Normale. Roja ka biznes, do ato mbaj shpirtin gjallë. Dëgjon celularë që roja. Ju e keni vënë re që roja nuk pi kafe në darkë se le pa gjumë. Më vërna që marrë të liu nga babruja në kohë si i ka ardhur faktura e mujt, prill, si e me zemrën ti? Mirë më fare. Asë një së nga tima. Dëgjoni. 3.900.000 lekë vjetra. Pasajë dërbar, një fakturë energjies, gati 4 milion që e ka. E në kohë mujë që ka 750.000 lekë për i mujë. Pas ka në 4 milion gati. A më si e me zero, dy që s'pyta. I umi për vrashumë duket, nese. Dhe thot, ka shkuar dhe ankuar të këzyre të qeshë shpërndarja. Ka kërkuar anullim fature, për i kanë thënë që ta pagua njerë, banon një pallat në pabru me 2 dhoma një kuzhinë. Ky ligji mua më pëlqen që lër njëra të pjesën e parti, pasaj se folim. Si punë e kredisë bankës, që marrin njërë fitimin, pasaj fillojnë me kredit. Si tje se mundet, minderuar, para se ditë shfolim historinë në një vajze, që ishe Moldave, martuar në Shqipëri me 3 fëmijë të mrekullueshëm dhe një bashkëshortë të saj. Në 1.001 probleme që ka të saj familjare, kishte një problem shumë të madh që nuk i jepin leje kalimi për t'ikur në familjen e saj. Kishte pasur fatkeqësi, probleme familje dhe nuk e lejonin. Më kujtohet domethënë Rahmet pas gjyshe ime e cila nuk pas nona as baba atëherë në ish Jugosllavi sepse nuk e lete ai shoku jot, çka po zemën. S'është më kujtua. E një dhe histori jeton dhe kjo vajzë nga... Lash grojen me çdo lloj gjëje para se të flasin për atë? Thoni juve, që vëre, pse se edhe më parë. Shaka. Ama se... Shaka për këtë dhe, se mba fare shaka në dërmarë. Nese historia e saj dhe më thënë, pasi ne transmituam, u morë në telefon nga zyra emigracione në Ministrinë e Jashtme dhe thanë, më qupë, më në fund të të gjendë të një zgjidhje. Do të japim një leje kalimi nga Ministria e Jashtme, të shkosh në Kosovë, të aplikosh dhe të thesh, më pas mund lëvizësh. Enveri isha më këtë? Po ku është? Enveri ka po thonë që do dali këto ditë në qarkullim. Ju përshëndes me zjarë nga zëmra gjithë juve. Shiko, Enver, shiko si është për Tirana! Shikoj, e më e ke këtu mrapa. Shikoj Tiranën. Të kaftuar për drek Rithani. Vendi jonë është një vend i thesareve. Po, i thesareve. Dhe thesarët më të mëdha janë populli dhe partia. E dine se... Tani, ke populli... Pa e dine e ke populli se që do dikë e ke populli. Ke partia, dhe bak, nese. Dikë një sërinë e kësaj vajze. Kam ardhur në Shqipëri para 12 vjetësh, kam ardhur si refugjate, me vete kishte vetëm pasaportën time moldave. Hyt në mënyrë ilegale në Republikën e Shqipërisë? Po. I krijuam familjen, i vendosëm të jetonim bashk, jetoj në ajër. As leje qëndrimi, as e bie që jam ilegale, se kështu e bie. Për në Moldavi nuk ka së dhe problem. Nuk se në Moldavi, me beqat e ikën, është pa problem fare. Ka kam, që se ikën, këthen për kam. Kush ju ka thënë është? Nuk ikën, do tjetë, nga ka ardhur, do t'ikin nëse. Nga ka ardhur nga mali do të... Zoti Mirjan ju ka thënë që... Kem pirë dhe kape me Mirjanin, unë jam lodhur. Mund nga fiksoni një takim tjetër në lidhje me këtë çështje? Po le, nga java tjetër. E lëm të martën? Përshëndetje shikues të nderuar, është data 7 qershori 2011 dhe këtë e provojmë me botimin e sotëm të Gazetës Shqip. Ne kemi ardhur tek zyra e emigracionit të Fierit së bashku me zonjën Olga dhe zotin Ismet për të takuar specialistin e kësaj zyre, zotin Mirjan Harizaj, ashtu siç edhe e lam përpara disa ditëve. Zoti Harizaj nuk është për momentin. Unë do t'i bëj një telefonat edhe që të fiksojmë një takim në orët në vazhdim. Alo, zoti Mirjan, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Juli Risani, gazetaria Top Channelit. Unë kam ardhur jam para zyrës tuaj në fakt. Jam në drejtorisë të Vlorës edhe Qerova Zotrin. Është gjithë zgjidhja e Qerova atë po të vinë nesër. Shumë faleminderit, mirupafshim.
Ne do të flasim tani me Olgën për të mësuar se çfarë ka ndodhur pas takimit ton të parë me të. Zoti Mirjan na kishte dhënë një letër, na dha 2 emra të drejtorëve, një drejtor i imigracionit dhe një të kufirit. Ku ndodhen këta drejtora dhe kush janë? Drejtorët ndodhen në Tiranë. Sot para disa minutash me morën në telefon nga Tirana, nga zyra e imigracionit dhe na tha një zgjidhje. Për të vajtur në Kosovë, për të marrë një vizë brenda ditës edhe për të ardhur në Shqipëri dhe për të aplikuar një përlejë qëndrimi. Përshëndetje çuna në studio. 2 ditë pas së vajtjes tonë në Fier, Olga, bashkëshorti i saj Ismeti dhe 3 vajzat kanë ardhur në Tiranë. Do pajisim me Lek Alimin nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë për të kaluar në territorin e Kosovës, për në Kosovë, edhe aty të marrim vizën shqiptare në konsullat shqiptare. Që të kthehen të futen në Shqipëri në mënyrë legale. Po shikoj të qetë. I qetë janë sepse më thanë që s'ke nevojë për Lek Alimin, sepse ke pasaport. Lek Alimi jepet në rast se s'ke asnjë lloj letre. Më thanë 2 numrat e telefonit. Po, zotria Fatosa Ahmati? Në pikën kufitare në Morin. Në rast se do kem në një pengesë ose problem, dhe i marr atyre në telefon edhe... Duket se çështja ka hyrë në rrugë të mbarë, drejt zgjedhjes. Kështu më duket. Do të niseni në Kosovë? Po, më njëherë. Të 5? Të 5. U dhe mbarë. Dhe duke shpresuar që problemi i zonjës Olga Tofan nga Moldavia të ketë hyrë në rrugën e zgjidhjes, për fiks fare, Juli Ristani, udhësëmbar. Po vjen vërtet i mirë, kupton apo jo, sepse vërtet e kanë përjetuar atë kohë që nuk lini të kalojë kufi. Sa është regjimi, sistemi, po sot për një burokraci nuk ka qenë pranë familjes në ngjarjen, në evenimente, në fatkeqësie, në gëzime. Në 2011. Shiko, kjo është një gjë e mirë që bën. Ne në bota na mban 1 milion na mban Greqia, ku diu sa Europa, ne ja 2 milion 30 huaj, kupton apo jo? Ja 2 milion kemi jashtë, nuk është se kemi më shumë po. Ama në puna kupton apo? Pastaj shiko, kjo bëhet me një qëllim asaj mirë. Si do ta marrin malli për prindërit atë? E shkreta se ka hapur. Do t'i ki shpimër, re, madhi për vendlindjen është i të mërshëm, më kupton apo? Jam 10 muaj i kam lind në death rate, you know what I mean? Ti ke lindur në det. Po jo në det. Më sa ka bërë atje s'mban. O thoma. Për çdo problem ose informacion tuaj, Pixpare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0619 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarin tonë do të ndiqet nga gazetarët e Pixpare. Hajde ti jo i Detroitit, hajde. O, Petrula, se më shikon dy sot më shumë, se më dhe të tjera. Se si jeti sot. Një të ruar. Karoj një birozë në Tiranë, kupton apo jo, dhe për më tepër ndihet tek fëmijët e vegjël. Personalisht vuajta disa net me timbir. Nuk janë pak familje në Tiranë dhe Shqipëri që kanë pasur probleme të tilla. Dhe jo pak personave ose prindërve u ka qelluar që fëmijët ta marrin ta çojnë në pediatri, në spitalet përkatër, në spitalet përkatër urgjencë, për të dhënë ndihmën e parë mjekësore. Po. Absolutisht dhe them me sinqeritet më të madh. Respekt dhe mirënjohje për gjithë ata mjekë që punojnë në shërbime natë 24 orë, bëjnë detyrën, janë në krye. Por, le për dëshiruar se si këta mjek pajisen me mjetet bazë, me shiringa, me ilaçe, me gjëra. Nuk e kanë, mjekët janë atje në punë, kupton, bëjnë maksimumin, por ministria, qeveria nuk u jep para, nuk u jep ilaçe. Problemi që dështroi është i tillë, bashkë me kolegun. Në pediatri. Shkon një fëmijë që ka nevojë për një injeksion. Kanë temperaturë të lartë, mund të ketë përzierje, diare, probleme, simptoma të ndryshme të një fëmije, kupton apo jo? Ato që kam dhe unë. Sidomos në këtë periudhë virozash. Ndiqe se si është situata. Zotri, keni fëmijë të shtruar apo jo? Po. Shiringat, vigonat dhe gjërat, i ka spitali apo i blim? I ka spitali, i blim na vetë. Tash sa po e shtruam fëmin,
Tha shko të farmacia, blej shta vigorën e kujt di unë disa sheringa. Ashtë turp me shku me klientit blej në farmaci. Në kërkëm i leqe për shëring? Jo, mos kete vigorën e këto. S'ka as tu bajgjaku as gjë. Se nuk ka tu bajgjaku? S'ka, thani, shko bëj të privatit. Ka ju thanë të privatit? Shko bëj të privatit se s'ka tu bajgjaku, analizë. Sheringa? Qita, shtë qoj kom pleve? Qoj kom pleve? Kom pleve dhe ata vide filoni që atupi që ta flasë që më kam flasë dhe... Të që i thëmë? Do në më të më thakë shumë sheringa dhe shumë. Ne jemi farmaci e spitalit dhe. Po për spitalit? Na ka dhe me e tetën? Jo, në asë në mënyrë, në këtë në. Kush është të shtruar? Jo kemi shtruar. Po vjen vetë kemi. Po sa ajo tha nuk ka anale edhe në përfuro. Nuk vjen vetë ajo në zemër. Nga ato gjilpërat e vogla tha ajo duan për fëmijë 1 muaj sha. Dy të të shekë. Ajo, dhe sot në mëngjes më marrë, të vetëm s'ka. Edhe ato të suroma në duan, me ta të drejtë nuk ka, ta të më shumë. Asë serumeve, asë këresa? Jo, asë sistemeve, ma shumë pak. Nuk ka, por ju a garantoj të gjithë, sinqerisht, më thënë, jo se më thënë dua të zbuset marrë me mirë mjekë, ku do i qoshin, jo vetëm këtu në Tiranë, po dhe në për spitalet e tjera të rajonale, nuk është se nuk duan mjekë të ketë sheringa. Nuk është se duan mjekë që t'je farmacit për balë plot, kupton apo jo? Atje ka dhe sheringa, ka dhe ilaçe, ka dhe medikamente tjera. Aty s'ka, sepse ndoshta, më thënë ai tendri që duhet bëshë për sheringa dhe për ilaçe është vënuar, ndoshta ato para flen diku tjetër. Nuk dua të vehet balt mbi kërkëm, po. Fakti që s'ka nuk ka dhe këte një çdo prind që ka një fëmijë me viroze që në spitalet. Gjithsesi vajte me pyetëm drejtorin e QSOT-s, zotin Besim Boçi. Se është ndruar drejtori? Më fal, me nën drejtorin, pardon. Nën drejtorin. Ndiqe. Aktualisht jemi në prag të prokurimeve, kanë dalë gjitha medikamentet dhe bashkë me materialet e mjekimit për prokurim. Momentin më të parë që do mbyllen afatet, ne do të respektojmë këto afate dhe me njerë do bëjmë vlerësimin e ofertave për të shpallur fituesit dhe për të pasur një furnizim sa më të shpejt të spitalit. Kur do ketë? Kam dalë në agjensitë prokurimit, pritet 2 javë për të bërë vlerësimi i ofertave dhe pastaj më njëherë do shpallen fituesit. Ktu s'ka gjëra të pragmatik, 3 javë, mund të shkojë edhe 4 javë, ka medikamente që s'realizohen në tender për shkak të mungesës konkurrencës apo mungesës dokumentacionit. Edhe për 1 muaj pacientët do vazhdojnë blejnë me lekë të veta. Jo, nuk do vazhdojnë blejnë me lekë të veta sepse kemi gjendje, nuk është se s'kemi medikamente. Nuk i vlen gjitha medikamentet dhe nuk është e vërtetë. Po flasim për gjërat më minimale që është sheringa, aga dhe sistemi i infuzionit. Kjo është gjëja më minimale që nuk është në spital. I kemi bërë me blerje të vogla, edhe do vazhdojmë të bëjmë me blerje të vogla. Nëse janë bërë me blerje të vogla, ku i t'i jepen këto sepse pacientët i blejnë? I jepen reparteve përkatëse. Edhe blerja urgjente ka procedurën e vet, që s'mund bëhet brenda ditës. Ama qa mungoj në fund? Betadin, fasho edhe gjytëpëra. Qa për? Afro pak. Afro, shikojnë e mirë, shikojnë të Nuk mund t'ju jap dot. Ky është shoku Taras. Nuk mund t'ju jap dot një datë saktë se kur do të ketë sheringa dhe... E pëse duhet t'ju japin dot? Qa problemi ka? Sinqerisht, unë në ky moment e kam iniciativë personale, besoj më shtetë dhe kolegu. Do ikit. Ku po ikit? Do ikit. Kam sa lekë të shkoj blej sheringa. Unë, e se këtë do thoya, sinqerisht, unë pak bëj një apel shumë qytetar, domethënë, këtyre 5-6.000 biznesmen të mesëm që ka Tirana, të bashkohen me ne 2 ditë të hënë të shpijem të sheringa në pediatri. Se cili nga 100 sheringa nuk e ka problem fare, kupton apo jo? Absolutisht, të hënën në orën 10 për para Top Channel të shim sa sheringa në pediatri. O burra një biznesmen të vegjën e të mëdhej, kushdo qofshi. Hajde, sheringa o derba, për turpis zotit. Ndërkohë që përparsive është mjekësia. Sepse mjeku vetë si mjek? E kuptore, unë kuptoj, mund të ketë një ngësh për shkela bje për makroekonomin dhe mikroekonomin. Nuk e kupton si fush, po mjekësin,
Kardiolog i ndëruar. Kurdo? Jo, desha me thonë prandaj shumë zgjatë si llaf. Dakor, publicitet. Pra, folëm qartë për një histori dhe më thënë që modestisht me ndërhyrjen tonë do vajza nga Moldavia do gjej një zgjidhje, më në fund do shkoj pranë familjes së saj, edhe për mungesën e shiringave në pediatri, ndërkohë që theksoj farmacit përballë janë dingas. Qa problemi ka më me... Shërën si ka dhe farmacit, ore shiko. Prindrit tanë me ashash të zjerë janë shëruar, kur kam pasur... Jo, farmacit puna që ato janë sektor privat, i kam blerë këtë debët farmaceutike, nuk ka nevojë për tendra, janë blerit më direkte, urdhën parat, ka i shiringa, ore shumë është normale. Ore, mund të bëhet më thjesht e lëbije, do kesh 1 milion lekë për derë 1.000 shiringa, po themi. Urdhëro bli, fut fare inventar, ka arë sa i mirin darë ka bërë gjilpon. Kolegu Petri ka bërë doktorit, ka bërë gjilpër. 2 vajzat kanë bërë gjilpon. Me vingë. Ku janë shirinat e tjera? Pse që të rëngë ligjet, ikë tjetri. Jo po tendera, jo po më... Sepse nuk ka akoma një datë që ku mund të ketë shiringa. Po u bë ka thjesht bëhet shteti. Dhe po u bë shteti nuk ka më lek. Dhe kuptot i se... Po u patu... Qarë, bajda jepi një të puthur në emrin tim. Puthën e pak. Ava, shaka për, ava. Monitorime, ava. Kas puti ju, me borit veshë. Mimbrëma. Mimbrëma. Po. Tek këtë vëshëja. Qaka? Gjenë plazh Shkëmbor. Po. Dhe Rinor. Si Rinor? Rinor, plazh Rinor. Ndiqi titrat. Ata që kërkojnë plazhin Ranor dhe të Shkëmbor në të njëjtin vend, këtë do ta gjenin vetëm në Vlorë. Në këtë bregdet, aty ku gjen plazhin Ranor. Ore, se na merrin nga lekët tona 12.000 lekë në vit tash, se e ngritë. Tani, thojnë tamam ato gjërat. Ç'a thon? Ranor, jo Rinor. Po pse s'ka plazh Rinor? Të rinjt po mbulojnë me rër. Po, me rër, je bërë të rërë. Të rërë. Pra. Në këtë bregdet, aty ku gjen plazhin Ranor. Mimbrëma. Tek i bisia. Qaka? I ftuar vet Eduard Alimi, deputeti. Po shumë mirë. Flet qartë dhe pastër. Si gjithmonë. Një moment. Ndiqe. Thashë edhe kjo është një gjë për të përshëndetur. Është për të përshëndetur, por në fakt nuk ka asnjë gjë për të kritikuar, thash, por ama nga ana tjetër ka diçka për të kritikuar. Nuk ka asnjë gjë për të kritikuar, thash, por ama nga ana tjetër ka diçka për të kritikuar. S'ka asgjë për të kritikuar, e tha qartë. Por ka një gjë për të kritikuar. Nga ana tjetër, po. Pra, shiko, asgjë për të kritikuar. Por? Nga ana tjetër ka diçka. Si pas ka diçka nga ana tjetër? Nuk e di këtë, po... A thua që s'ka asgjë për të kritikuar? Nëse do rinte 10 minuta të mendohej, do kishim shpëtuar dhe ne nga kjo. Ore. Urdhëra. Nuk ka asnjë gjë për të kritikuar, thash, por ama nga ana tjetër ka diçka për të kritikuar. Mimbrëma. Tek Vision Plus. Po. Në parkun botanik. Po? Pritën në pemë 50 vjeçare. E të mërshme. E të mërshme. A e di çfarë ishin? Qa pemësh? Plepa. Si plepa? Plepa më burr? Po çdo më si të vjetë? 50 vjeç ishe i plep. Po 50 vjeç nuk është gjë për plepin. Duhet ishe prej që 30 vjet përpara. Dije kronikën. Fadromat kanë shumë murmuret rrethuese dhe disa pemë të lashta, ndërkohë që vizitat e zakonshme në kopsht vazhdojnë. Ka mjaftuar një orë për të hedhur në tokë këtë plep të paktën 50 vjeçar, ndërsa në këtë zonë ku ndodhemi do të prishen edhe 50 bimë të tjera. Pu kanë shkelur dhe 50 bimë. Po të bima e kam unë. Gjatë punës mund të prishen dhe 50 bimë të tjera. Po kjo që ka shkelur një 20 deri ke ato bimët. Kjo që e jep. Do shaka dashur të thot pemë. Mbase pemë, dhe pastaj ajo e lasht. Ç'o e lasht? E lasht vetëm fiku i lasht. Edhe ulliri i lasht. I lasht ulliri, po ka dhe kos të lesht. Fadromat kanë shumë murmuret rrethuese dhe disa pemë të lashta, ndërkohë që vizitat e zakonshme në kopsht vazhdojnë. Ndërsa në këtë zonë ku ndodhemi do të prishen edhe 50 bimë të tjera. Natën e mirë, përshëndetje. Shëndetje, po.
Fshiu këtu më burë, fshi pjesën kryesore më të keqen, se do mbisi Arusha pandat honë, pra në mos bo kështu ka të thejnë. Se kur kam ardhur, pse s'ma ke përmendur? Po jo se, ka ardhur se Slavena, se onë do vishë, se nga Petrula, se e pan të gjithë këtu në studio. Qërë, ajo s'më puthi, s'de njoj. Bej joti, bej. O quna, napën. Napën.